Protesta e fundit e opozitës është shoqëruar me përplasje të forta që kanë lënë pas të lënduar si në radhët e protestuesve, ashtu edhe mes forcave të rendit. Menjëherë pas përfundimit të tubimit, drejtuesit e lartë të dyja kampeve u janë drejtuar spitaleve të kryeqytetit për të vizituar persona që po marrin ndihmë mjekësore, duke lëshuar deklarata të ashpra kundrejt njëri tjetrit. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u ndal në ambientet e QSU-s, ku vizitoi disa prej deputetëve, njëherësh bashkëpunëtorëve të tij të ngushtë dhe aktivistëve të lënduar. Gjatë prononcimit të tij për mediat, Berisha hodhi akuza të rënda ndaj policisë, duke thënë se ndaj qytetarëve është ushtruar dhunë dhe janë përdorur substanca kimike të ndaluara. Ai tha se janë përdorur spraje verbuese që zakonisht përdoren kundër kafshëve dhe sipas tij edhe shishe molotovi ndaj njerëzve, duke cilësuar këtë si një terror të pashembull të urdhëruar nga qeveria. Janë përdor helme dhe substanca që përbëjnë janë krime në konventa. Për verbimin e protestuesve janë përdor helmet që përdoren kundër arive. Janë helmet që janë përdorur dhe përdoren kundër arive për t'i verbuar arit. Dhe është kjo një akt i pa precedent, kanë përdorur sasi të mëdha ndaj Luciano Boçit, ndaj Klevis Balliut, Ivi Kasos, kanë përdorur dhe ndaj Flamur Nox, kanë përdorur edhe Bledi Himçit dhe një seri protestuesish demokrat, të cilët janë të shtuar këtu, Prenglala, Zamir Muzhaqi, ndaj gazetarit, veprimtarit të shqur të shoqërisë civile dhe antarit të Këshillit Kombëtar, Aulon Kalaja, kanë përdorur përveç verbuesit të arive, kanë goditur me shkop mbrapa në pjesën oksipitale, një pjesë jashtëzakonisht delikate për jetën e njeriut. Janë hudhë protestuesve të këmbë bomba, granata zhurmuese, me copat e cilëve janë plagosur, kanë marrë plagë të shumta në këmbë dhe kanë hedhur shishe molotov mbi protestuesit. Asgjë nuk do mund të mposhtin kryengritjen paqësore të opozitës shqiptare. Në anën tjetër, ministri i punëve të brendshme Besfort Lamallari, i shoqëruar nga kreu i policisë së shtetit Skënder Hita, vizituan 5 efektiv të plagosur në spitalin e traumës. Ministri Lamallari e cilësoi dhunën ndaj uniformave të shtetit si një akt kriminal dhe jo si një formë proteste. Sipas tij, dora që ngrihet mbi policët është një goditje ndaj vetë ligjit dhe shtetit, duke garantuar se sulmet me molotov ndaj forcave të rendit do të marrin përgjigjen e merituar ligjore. Ndërsa situata në spital mbetet në monitorim, bilanci i përplasjeve flet për zyrtar të opozitës me dëmtime në sy dhe në kokë, si dhe efektiv policie me plagë të shkaktuara nga mjetet shpërthyese. Opozita ka paralajmëruar vijim të revoltës, ndërsa institucionet e sigurisë kanë theksuar se po dokumentojnë ngjarjet për të vënë përpara përgjegjësisë autorët e dhunës.